Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, si që thamë do dalim përsëri me 6. Do dalim këto ditë dashur bashkëdhetar shqiptar para jush të themi realitetin që ndodh në Tiranin. Në Tiranin e shqipfolëse, në Tiranin e hajdutëve kriminelve që kanë vrarë shqiptarë. Do dalim në orën 3 dhe në orën 6 më darkë, më 3 mbasdite dhe më 6 të darkës. Të dashur shqiptar, si që thash edhe po e përsërit edhe njëherë. Sot, në parlament në orën 12 duhet vinte Spaku për të hequr imunitetin si pas parlamentit që thonë kemi imunitet, për të hequr në orën 12. Ata u mblodh, do me thënë, një Kopeleshi, një nga Korça, një që ka erdhur nga Evropa me sandalet të grisura e me brek të arënuara. A i ishë multimilioner duke vjedhur shqiptar, duke vjedhur devollind. A i mbani me dashur bashkëdhetar kur ra tërmeti. Akoma e sot janë shtëpit të rëna në Përdevoll, e në Kolonjë, e në Korçë, e në përfshatrat e Korçës. Për arsye se ky i vodhi parat së bashku me Edi Ramën. Të dashur shqiptar, unë kam thënë më përpara, para 2-3 vjetë këta nuk kanë me imunitet. Pavarësisht se u kam thënë, disa shqiptarë nuk besojnë, disa besojnë, pra a i shini këto fytyra. Këto janë shkaktarët që ju u kanë coptuar për 35 vjetë. Këta janë shkaktarët që u kanë vjedhur. Këta janë shkaktarët që bëjnë biznis me sërbët, me grekët. Pra, a i shini vetë. Më datën 27, sot është 28, më datën 27 doli gjykata e kushtetuese. Për të thënë realitetin, për të thënë, do me thënë, të jepte të drejtë gjykatës, që gjykata e dënovi Ballukun të mos vinte në zyrë dhe ishte gati për arestime, jo arrestim shtëpi, për të arrestuar, sepse nga demi që ka krijuar Shqipërisë dhe populli shqiptar. Pra, doli pa pikë turpi, i njëjti person të dashur bashkëdhetar shqiptar, që janë shkaktar. Këta të 5 janë shkaktar. Po më shkaktar është ky Genti Ibrahimi. Ky dije të dashur shqiptar nuk o paraqit. Qëllimisht që ta anullosh. Pra, të 4 këta, të 5 me gjithë kryetaren, Tino Papa Jorgji, kryetari. Kryetarja të dashur shqiptar e gjykatës kushtetuese, vajti ambasada amerikane, e pat para ca kohë, vajti dhe ambasadori i Evropës, për t'i thënë që ju gjyktar po bëni shumë gabim, po ndaloni shumë gjëra. Pra këta, ajo u betua që të thoshte realitetin, por dije e anulloi qëllimisht. Dhe sot, është e anulluar qëllimisht nga një Kopeleshi, urdhër nga Tauland Balla. A i shini këto 2 fytyra dashur shqiptar. Fytyrat më të shëmtuara, të 2 janë non grata, të 2 janë gati për të arrestuar. Ky zotnia këtu, Peleshi, ka erdhur nga Evropa. Ishte emigrant. Pa para, me si e preu dhe etiketën që erdhi këtu të aeroportit. Dhe ky është nga Librazhi. Ky ka qenë me brek të shkurtër dashur shqiptar. Sot, këta të 2 janë më milionerë se zvenc kryeministri. Këta janë shkaktarët në parlament që po i sjellën vërdallë. Këta së bashku me deputetët i quajtur, deputetët e Berishës. Pra, dashur shqiptar, duhet i mbani mend të fytyrat edhe vitet që do vinë. Për arsye se këta u kanë vjedhur, u kanë coptuar, si që kam thënë më përpara, shqiptarët e mi, që këta nuk kanë imunitet. Ahere, sot ka dalë edhe kanë provokuar qëllimisht mënyrat që janë, kanë provokuar deputetin më të vjetër që njihet në parlamentin e Shqipërisë, ka qenë dhe zvenc kryeministër, ka qenë dhe ministër i bujqësisë, pra e njihni vetë zotnin
më falni si e ka emër kam harruar, Braçe më duket se e ka, po, Braçe. Dëgjoni që i thonë Braçes të dashur bashkëdhetar dhe çfarë thot ai si deputet i vjetër. Mund ta ketë regjizori me zë, siç e kanë pyetur. Është duke u hetuar, është pa imunitet. Është ngritur një akuzë për të. Po hetohet, duhet keni parasysh që presumohet të thashë deri në vendin e informës për gjykatës, se dihet çfarë zgjohen për ne. Dhe në fund fare, duhet keni parasysh që duhet zbatuar gjithë procedurat. Këtë diell. Pastaj pjesë tjetër si organizon punën e këshillit mandatave të takon kushin kryetarin e vot. Dhe ata janë senator, këshilli mandatave. Ka mundësi ta nxjerrë përsëri datën e 5 me gjithë Okej, të dashur shqiptar, ju e kuptot. Ai deputeti më i vjetër, që është në Partinë Socialiste, që ka qenë zvenc ministër, zvenc kryeministër dhe është larguar vetë nga zvenc kryeministri, pra e tha tamam siç është realiteti. Nuk ka të dashur shqiptar asnjë imunitet. Por ata të pestë, që janë 9, të pestë që ishini ju këtu, këta e po e bëjnë qëllimisht. Unë u thash tyre të pesëve, po tash dohet më serioze, për arsye se të pestë dosja tyre është shumë e madhe, dashur shqiptar. Sidomos ai Genti Ibrahimi, ai ka qenë bashkëpunëtori i Soros, do më thënë i babaj i Aleksandrit, e Aleksit, asi e quani ju, pra ai e ka sjellë qande, ai e ka vënë në punë, ka qenë gjyqtar më disa gjëra, kudo, dhe kanë sjellë këtu, dhe ai është pengesi që e ka bërë. Dhe ai është pengesi për arsyet se dual 4-4 e duan ulloshe kur e dërguan nga kryeministria. Shkaktare është se a i shini këtë zotnin këtu, të dashur shqiptar, Sander Betsi. Ky zotnia, minutën e fundit, u bashkua me këta të pestë. Unë një pyetje e bëj në sytë të shqiptarve, Fojina Papa Jorgji, kryetarja e gjykatës kushtetuese. Zonjë, po i tregoj shqiptarve, ku janë firmosur, që ju dual të pestë, janë firmosur në zyrën tënde, apo janë firmosur në për kafenet e në kryeministri. Ne e dim ku janë firmosur, janë të fotografuara, pra ju jeni shkaktar që po dëmtoni shqiptarët. Ju jeni shkaktar që keni ndaluar Spakun. Ju jeni shkaktar që keni ndaluar byroën kombëtare për të arrestuar. Pra, ju jeni shkaktar për arsye, a e mbani mend dashur shqiptar, ministria e jashtme, Gjaçka, ishte ministre e jashtme, që ajo ka vjedhur skalën gje pa marrë në Bregdet, së bashku me Edi Ramën, së bashku me partin e PD-s, që kanë vjedhur bashkë në Bregdet. Në atë kohë ka qenë ministri i luftës, a qaj e quani ju, ka qenë ministrë që është sot presidenti Shqipërisë, që ka dalë bashkë. Pra, kjo gjykat, këta 5 veta, e anulluan dhe nuk e lanë që të arrestoshe, nuk e lanë që të hiqnin nga deputeti, në të kundërn, përsëri e zgjuan në maj, përsëri e emëruan deputete. Pra, këta do mbajnë përgjegjësi për dëmin që ka bërë kombit, do mbajnë përgjegjësi për pengesën që ka bërë Spakut, të dashur shqiptar, kjo ka shumë rëndësi e sotshme. Sepse këta janë shkaktar që po e dëmtojnë. Tuneli i Vlorës është gati më të rënë përsëri. Ai ka rënë para ca kohe dhe të thonë realitetin kush është vrarë brenda, më përpara. Pra, dashur shqiptar, nuk është vetëm tuneli i Vlorës, janë gjithë rrugët,
rrugë e Kombit, rrugë e Elbasanit, të gjitha rrugët që janë bërë qëllimisht për të vrarë shqiptarët. Dikush nga ju mund të thotë, po si ka mundësi, po si s'ka mundësi. Sa e shtrojnë, basi jave bet gropa, a here do ben aksident me makinë, do vriten njerëz. Sa njerëz janë vrarë në Lezhë, për ditë po vriten. Pse rruga e Shkodrës kret gropa, për të vrarë intelektual të Shkodrës? Pse Kombi që kanë bërë këta, që e quajnë Kombi Sali Berisha me shok, pse e kanë bërë për të paguar ju të Kuksit? Për të paguar ju para, qëllimisht të dashur të Kuksit, të Mirditës, të Tropojës. U vranë për 46 vjetë regjimi bolqevik sërb, i Miladin Popovicit. 46 vjetë, u avranë gjyshat, ju vranë prindrit. Keni punuar në për kooperativa, fëmijët i mbanit në qafë, duke prashitur, duke shkuar në shtëpi tamam si kafsh, mbani dru në kurris. Përsëri nuk u lini të qetë, nuk i një para, po i pënin pika. Pra të dashur shqiptarë, sidomos veriu, mblidhe një mendjen se u kanë vrarë dhe 35 vjetë çfarë s'po u bëjnë. Pra të dashur shqiptarë, ka ardhur koha e realitetit. Spaku do filloj të arrestohet flagrans të gjithë. Si që thash më përpara, sot që janë 140 deputet, 4-5 janë pak më të pastër, kurse që të gjithë të dashur shqiptar do konfiskohen, pasuri do kthehen në shtet dhe shteti do t'u japi ju hotele, restoranta, sidomos televizorët. Big Brother është bërë qëllimisht, televizorit Big Brother Top Channel, është bërë qëllimisht dashur shqiptar, për të parë bota e kanë bërë shqiptarët, e kanë ullur komplet. Çfarë nuk po bëhet atje? I shiri vetë. Pse mo shqiptari i shikoni ato? Ne ditën që të shkojmë në zyra të reja, jo vetëm që do mbyllet televizori, po do japën llogari për demin, për krimin, për ofendimin që u bëjnë shqiptare në atë. Ku jenë parat ata? Ku jenë? Me të gënë, me të pirë, me veshje. Pra, parat janë serbit, parat janë të grekut, që të ullë në autoritetet e shqiptarëve janë bërë shqiptarët e shikojnë Big Brother, turpi i botës, asmi vend të botës. Këta ka marrë kopje nga Italia, po Italia nuk e ka, si këta. Këta ka bërë qëllimisht, ziren, ofendohen, flenë bashkë, të gjithë, po e turprojnë kombin e Shqipërisë. Të dashur shqiptarë, erdhi koha e realitetit. Erdhi koha e juaj të zgjoheni, krimet që po u bëjnë këta, po u vrasin, thonë kanë imunitet, nuk kanë imunitet dashur shqiptarë. Po si që thash, fajin e kanë 5 lartë e 2 poshtë të 7. Këta e kanë parlamentin. Sidomos, ky Balla, ka kohë që është në parlament, ze bërtet e thërret del që ky e ka minutën për të arrestuar. Këta mendojnë se do t'i mbrojë gjykata kushtetute. Po gjykata kushtetute do shkojnë në burg. Dosjet e tyre po përgatiten. Dosjet e tyre do shikohen ku i kanë marrë diplomat. Kush i ka firmosur? Gjotësorua apo Aleksi? Kush i ka firmosur? Sali Berisha apo Edi Rama? Se këta janë bashkë dashur shqiptar. Ju e patë vetë. Ne e kemi sjell në atë gjendje që ju të shikoni se këta janë 2 parti. Leri satelitë e tyre që bëhen për ditë nga një parti. Dalën aty dhe flasën, sidomos ka një 3-4 ditë po del një grup, Gjoja janë demokrat, disa pedagog, të quajtur pedagog. Pra këto janë të dashur shqiptar, këta u ropën, këta u vranë, këta u adërguan fëmijët jashtë detit. Këta i kanë bërë njerëzit që kalojnë jashtë detit, po bën një ushqim.
për peshjet e detit tonë. Këta çfarë nuk kanë bërë, po mos ishim ne. Kanë arritur, Edi Rama erdhi mbrëm me avion privat të dashur shqiptar. Është fotografuar cili avion është, kush pilot ishte brenda, çfarë u bë, qa vizitovi në Izrael. Pra, ky vizitovi në Izrael, kryeministri i Izraelit i tha që më të mbështerosh në Shqipëri. Për arsye se ai vet Izraeli do të vari për gjue. Dëmin që ka bërë Izraelit, vrasjet që ka bërë fëmijëve që sot flen jashtë në dëbor, me mira e miliona fëmijë, njerëz të varfër. Pra të dashur shqiptar, lufta e tretë botërore është sekonti për të shpërthyer. Leret që thonë banerat të paqes, ajo është mashtrim, është gënjeshtër. Leret që thotë Edi Rama që erdhi vajza e presidentit, as e pyet kur kush atë vajzës, është as në listë. Leret dhe i shoqi që është nga Izraeli, po breth në çdo vend, pra këto mbajnë shënim në Amerikë të dashur shqiptar. E do t'i japi llogari vetë baba e tyre për demet që po i bëjnë. Të dashur shqiptar, tini të qetë, nuk merr njeri tokë në tokën e Shqipërisë. E kanë shqiptarët. Sazani duhet vetëm me ushtrinë speciale amerikane dhe ushtrinë speciale shqiptare për të mbrojtur tokën e Shqipërisë, për të mbrojtur tokën e Amerikës, sepse lufta e tretë duhet shumë e hidhur. Po jo për ne, jo për Maqedoninë e Aleksandrit ton, jo për Kosovën, shqiptarët ton, jo për Maltëzi, por duhet lufta e ashpër për të tjerët. E në Greqi do goditet dashur shqiptar. Ta provojnë një herë që kam bërdem këti kombi. Të dashur shqiptar, miru pafshim nesër në orën 3, kjo ishte për sot, pra arestimet do bëhen dhe nuk do ngelet njeri pa arrestuar. Po e them e njerë ta dëgjojnë jo deputetët, po ta dëgjojnë gjithë shqiptarët dhe mizat e kalit, ata nuk kanë imunitet. E tregovi vetë deputeti mi vjetër që tha, s'ka imunitet, është hequr ka vjetë, po e bëjnë qëllimisht për të mbrojtur veten se të gjithë janë në burg. Pra, televizor, të gjithë po përkrajnë mizat e kalit, të janë mizat kalit gjithë. Natën e mirë, dashur bashkëdhetar shqiptar, miru pafshim nesër, në orën 3, do kini shumë të reja nesër, sepse arestimet do bëhen flagrancë. Natën e mirë.